Me një situatë të pazakontë, po përballën vitet e fundit banorët e fshatit Shtushaj në njësinë administrative Shupenz në bashkinë e Bulqizës, qenë që ata i mbajnë në shtëpi, po ju ngordhin në mënyrë të çuditshme. Banorët tregojnë se sa herë i lëshojnë qenë shtëpiak i gjenë të ngordur në ara apo rrugë. Prej 8 vitesh, ky fenomen është prezent në këtë fshat sa në ditët e fundit, numri i qenëve që kanë banorët është vetëm 3. Ata tregojnë se sa po qenin e lëshojnë gjatë natës apo kur largohet vetë nga shtëpia i gjenë të ngordur. Rastet e fundit kanë qenë të çuditshme teksa qenë ndriteshin në momentet e fundit të jetës. Banorët kërkojnë që policia të hetojë ngjarjen dhe të vërë përpara drejtësisë autorin apo autorët e helmimit të qenëve. Frika më e madhe për banorët është se mos fëmijët bien në kontakt me helmet që vendosen vende pa vend. Që na vujmë ka 7-8 vite një problem me punë qesh. Sa kush i bën këto punë, nuk e di, një fjalë na përdoi një helm më në 5 minuta ose 10 minuta të qenin ngort. Mirë, po na jemi të rrezikohen ka puna e fëmijëve, ka puna e njerëzve, ka puna e çdo lopëve, se nuk dinë se ku e hedhin. A hedhin ushqim, a hedhin mollë, a hedhin dardha, a hedhin në buk, a hedhin në përlivadhe, një fjalë, nuk është e para herë, po është e 10 herë, 20 herë kjo punë që ndodhet kështu. Se kush është e bën kjo punë, një fjalë, në dum një mbështetje nga shteti, sepse e bën këtë punë, se shoqëllimi kanë këtë nuk e di, se kush e bën nuk e di. Kemi frikë me ashtu qenin rrugë, kemi frikë me dal vetë, kemi frikë me shit fëmijët për jashtë, se ne nuk di se ko prekin. Po nuk ka gëll qenë katunde. Unë kam 2 i lidh në jofuri, shki pa 2, sa e shoj pa 5-6 ditë i ngordi. Këto vitet e fundit, 7-8 ditëve e fundit, ati fshatoj cipër. I ngordi qeni, e humi 3 ditë, mbojnë telefon më kështu, ma ke pa, mas 3 ditë që gjithë ka ora e vetë të ngordun, edhe e kishin qek për toke, ishte hek dhe të mishi qeni të hek për toke. Kjo të thot, se e ka bo personi, e ka pas se ka ngorë qeni, ne e ka moj e ka shumë kora kastile. Se herë se ne të haku, me të ngorbe një qeni, këtë nuk e di. Po në sikur ti kemi bo dom, edhe sikur ta kemi ga, edhe sikur ti kemi bërç, nuk merret haku me një qeni. Burim që ku jam unë për shembull, që se i kam bë dom, i kam ashtu, i përgjigjem si të dush. Kemi rrezik fëmijët e vogël që ka bëva kiçi kanë cofë shen 4-5 shen. Edhe rrezikojnë fëmijët e vogël. Rajnë fëmijët rrugëve, do pekin një helm një gjë dhe na helmin e fëmijët. Janë në efektin e helmit ato kur ngordhin i prekin fëmijët, po i lënë edhe rrugëve në përferrë në përzona helmet. Rrezikojnë fëmijët, nuk e din. Kemi rënë halt mat, ka 6-7 qenë si kanë coftë unë. Rreziko fëmija se rrajnë fëmijët këtu në rrugëve gjithë ditën, ne fëmijët s'mund t'i lidhim mrena në shtëpi t'i majmë lidh, ato jashtë rrinë gjithë ditën. E nuk i di, kemi rënë halt mat. Mu 3 qenë kanë coftë, si i roj me bukë fëmijëve, u hap bukën e fëmijëve. Vetë banorët nuk kanë ndonjë person të dyshuar, ndërsa dyshojnë se kjo mund të bëhet për qëllime të veçanta, siç mund të jetë vjedhja e banesave.